Milajm, unë besoj që Dardani nuk ka asnjë audioviqizim përveç atyre që janë diskutuar në mbledhjet e Këshillit janë ka audioviqizime. Për mua që ato mbledhjet e Këshillit janë shumë e rëndësishme sepse Kurti prej atëherë ka tregu rrugën që po don me nis. Unë mendoj që Dardani Molliçaj nuk e ka bombën, po e ka shpjegimin më të mirë për çysh gëzohet Kurti e që nuk është kësi shpjegimi që Kurti e zon veten ose Kurtin me prit me na arzu ambasadat. A ndërtohet besueshmëria në kohë të shkurt kur një subjekt është që kaq i fortë dhe ti antidot i saj, nuk është çashtet Milajm, aq më tepër që sa herë kemi dalë dhe kemi thonë qysh opozita me çit qasje veç e rrit Kurtin nuk e dobëson, neve na u kanë mbyll dyrt edhe studiove televizive me thonë drejtën, po edhe të bashkëpunimit opozitar. 5 vjet i kemi lutë, një ka një, liderët opozitar në për takime, me bashkëpunu, me bo një zgjidhje më të mirë, një front opozitar, 5 vjet na i kanë mbyll dyrt. 5 vjet na kanë thonë që ju po tuti për Albin Kurtit, e na kena merzu Albin Kurtin, kena me qu në Norvegji, kanë thonë kena me qu në Norvegji, qështu pa bu Kurti. Pse që kanë besu juve opozita? Sepse krenar kanë menu që Kurti është froth, që është i dopt, që është shpesh kanë thonë edhe budall. Ju i keni pas 12 deputet kër i dopi vetëvendosës. Para menoni ti që pas 12%, a ju kish besu opozita? Nuk është kjo qështu.